Okej, Fatlinda, gjithashtu je një vrapuse e rregullt edhe gjithashtu edhe je psikologe, e din rëndësinë se sa ndikon kjo edhe në shëndetin mendor. Në këtë aspekt me na tregu pak në disa fjalë. Patjetër. Rëndësia e shëndetit mendor me lidhje me aktivitetin fizik është shumë e madhe. Ndoshta edhe profesioni ma ka mundësu, do të thonë me klienta gjithmonë me marrë shembull veten, në mënyrë që me ju jap aty një shembull, një model thjesht që mundën me mbri. Çka dikon, do të thonë, aktiviteti fizik, kryesisht do të thonë e dim krejt eliminon, e ul stresin, nëse je me familje, i shtyt fëmijët që ata thjesht të gjejnë një qasje tjetër, sa i përket stilit jetës, edhe njëkohësisht sipas studimeve është vërtetuar që ul nivelin depresionit nëse në moshat madhore aty në paraqitet. Do të thonë, nëse lizet një ditë mbarë në gërmi ose kudo, e ka efektin e vetë në aspekt psiqik, fizik, sigurisht edhe në mirëmbajtje të trupit, mirë po në aspektin mental ndikon pozitivisht në rregullimin e gjumit, pastaj në një qetësi shpirtërore, kemi parasysh, do të thonë, kur shkojmë zyrën apo pse po qeshni. Nuk e din që kemi nis ditën shumë, edhe pse jemi skuq. Shkojmë skuq, wow, mos ja paça me bërë kështu mirë. E përdorim mirë, po është diçka që thjesht bëhet pjesë e jetës. Edhe tash do të thonë kam 13 vite që aktivisht merrem, fillimisht kemi filluar me hiking me shokun, pastaj kemi fut fëmijët, pas një vit që kemi marrë me veti, edhe për neve është diçka shumë mangu nëse nuk e praktikojnë atë paktën në vikend ose gjatë ditës me bëu diçka një aktivitet. Edhe shohim do të thonë të qetësia të fëmijët për shembull, e ul hiperaktivitetin, nëse ti që në natyrë ata kanë ku me zbraqat energjinë që e akumulojnë gjatë kohës ku janë kopsht ose në shkollë. Kjo do të thonë ka shumë benefite në momentin që ti je çaj modeli që ja jap, kemi pa madje efektet mas një kohe. Janë shumë kreativ, madje lidhen shumë me natyrën, gjithçka ju dhimbtet. Nuk i gjujnë për shembull sendet edhe që janë të panevojshme. Ka shumë benefite si në aspektin shëndetësor, po edhe psiqik, edhe është një diçka që sa ma shumë me rrit, me fillu me praktiku secili, me bo pjesë tjetës, se nuk është, nëse një orë shpenzon kafe, mund është një orë në gërmija, se nuk është mangu që të metet në rutinën, është një menaxhim i kohës të mirë fillt. Unë mendoj që është edhe një lloj edukate. Definitivisht.